A e dini sa karburant harxhon vetura kur klima është e ndezur? Shumë nga ne kemi dilema se a shpenzon më shumë derivate vetura kur klima është e ndezur apo jo. Kësaj pyetje Autoportali do të mundohet t'i jap sqarim. Sipas një studimi të bërë nga Klubi Gjerman i Automobilave, të dhënat e nxjerrura janë befasuese. Kur ky sistem klimatik është i ndezur, makina harxhon më shumë dhe kjo ndryshon varsisht nga mënyra dhe vendi ku vozisni. Në qytet konsumi i karburantit mund të shkojë deri në 20% për shkak të ndalesave të shpeshta dhe ecjes së me ngadalë. E në autostrada e rrugë ndërurbane konsumi është më i ulët deri në 6%. Kur vetura qëndron në vend por me motor të ndezur, si për shembull në pritje ose gjatë pastrimit, klima mund të arrisë konsumin deri në 70%. Ekspertët e Klubi Gjerman të Automobilave këshillojnë që klima të përdoret në modalitetin automatik, në vend që të rregullohet manualisht. Në fund, një këshill për kursim: përdorni klimën me mend dhe shmangeni ndezjen e saj kur makina është e ndalur.